Nëse po mendoni të shisni një pronë, ndoshta keni dëgjuar këto dy fjali. Agjencitë nuk bëjnë asgjë që mund ta bëj vetë, apo agjencitë vetëm rrisin çmimet. Këto janë dy mite që qarkullojnë për vite me radhë në tregun imobiliar. A janë këto të vërteta? Sot do të flas në perspektivën time lidhur me këto dy tema. Lidhur me temën e parë, agjencitë nuk bëjnë asgjë që s'mund ta bëj vetë. Gjykoj që njerëzit shpesh mendojnë që shitja e një shtëpie konsiston vetëm në postimin e saj në rrjetet sociale dhe presin që prona të shitet vetë. Por në praktik procesi i shitjes është shumë më kompleks. Një agent imobiliar merret me marketimin profesional të pronës, këtu lidhet me fotot, videot, publikimet nëpër platforma të ndryshme apo dhe në rrjetet sociale. Organizimi dhe filtrimi i vizitave në mënyrë që të përzgjedhim klient sa më serioz dhe që është në përshtatje me kushtet e apartamentit tuaj. Menaxhimin e procesit lidhur me marrëveshjen apo dhe verifikimin e dokumentacionit të pronës për ta bërë procesin sa më transparent dhe më të thjeshtë. Në fakt, një agent nuk është thjesht një menaxhues, ai gjithashtu do të merret me menaxhimin e negocimit mes palëve për të arritur një marrëveshje sa më të mirë, gjithashtu dhe çështja më e rëndësishme është në verifikimin e dokumentacionit të pronës për të shmangur problematikat ligjore. Në fakt, një agent nuk është thjesht ndërmjetës, ai menaxhon të gjithë procesin e shitjes, duke e bërë atë më të shpejtë, më të sigurt dhe më efikas për ju. Lidhur me mitin e dytë, agjencitë vetëm rrisin çmimet. Kjo është diçka në fakt që e kam dëgjuar edhe vetë nga klientët me të cilët kam bashkëpunuar më herët. Në fakt çmimi nuk rritet nga agentët, ai përcaktohet nga pronari dhe nga realiteti i tregut. Roli i agentit është një gjë tjetër. Ai mund të bëjë një analizë të çmimit real të zonave, krahason pronat e ngjashme që janë shitur lidhur me këtë që është nxjerr aktualisht për shitje, për të bërë një krahasim, gjithashtu dhe asiston në negocimin për të arritur një marrëveshje të drejtë midis dy palëve. Në shumë raste, një çmim i vendosur gabim do të reflektohet direkt në treg, duke bërë pronën që të qëndrojë për një kohë të gjatë pa shitur. Kështu që nëse sot po gjykon që të nxjerrësh apartamentin tënd në shitje dhe të duhet një analizë detajuar rreth pronës tuaj, më kontakto.